kujtimi për viktimat e gjenocidit në Kosovë. Kaq sa i përket ngjarjeve, po e ndrojmë komplet temën. Ju kam thënë që kemi me pas mundësi të shkojmë në vendet të bukrat Kosovës dhe nuk janë vetëm ato zona turistike, po janë edhe fshatrat. Bashkë me zotin Sami Ahmeti, kam qenë para 2 ose 3 vjetëve, se sakt tash edhe po harroj edhe vetë, po kemi qenë tek Kasolla e Drurit, që e ka ndërtu pikrisht ta banor, edhe atje shkojnë e kalojnë një kohë të jashtëzakonshme në natyrë, ku mblidhen edhe familjarët, bojnë flija, pinë çaj, kënaqen shumë, kemi qenë edhe në vetë atje, e kam drejt për drejt, po e shoh që e ka edhe dikë pranë vetës, na e prezanton me shumë kënaqësi, po i përshëndes. Zotin Sami, mirëmëngjes. Mëngjesi edhe juve jeta në Kosovë. Jeta sot ju përshëndet nga kjo studio, po, jeta në Kosovë, vërtet. Faleminderit për te shumë, am të prezanton pak edhe mësafirin që ke ofër. Mifaili është shoku im, Mifail Selemonin nga fshati Gërmov. Me Mifailin për çdo ditë shkojmë te Kasolla, i shqejmë bilbylat atje, edhe ju çojmë shqim, kështu që ky për çdo ditë më shoqëron. Edhe jemi afër këtu. Te Kasolla afër. Po, për një 15 minuta do të shkojmë, se kemi mi mbush ato mbushjet e këte bilbylave që i mbushmi për çdo ditë. Shkaki, kur ka ngrica, vazhdimisht i kontrollojmë mos po na ngrihen, që për shkak bilbylat me pas mundësi me hangër, mos me pas vështirësi. E që është një gest shumë human, edhe të përgëzoj për këtë që e bën, sepse është një rrugë bake e gjatë, shikuj së dashur me qenë se na kemi qenë atje dhe kemi pa, bilem borë kemi jetë edhe na, kemi pas pak vështirë, si do që tjetë, hajde të regojmë pak fillimisht për Kasollën që e pa të ndërtu, sepse ato tash edhe shikuesit nëse kanë dëshirë ndonjëherë me shku me bo vizit, ma mermendja që janë të lirë edhe mundin me gjetë në Google Maps, ajo figuron aty tashmë, si Kasolla e Dardanëve. Tregon pak prej kure nisët me bo qyshke ideja? Po, ideja o konë atëre në pandemi, kur o mbyllë çdo sen, edhe fillum me do shokë e meq, edhe e ndërtum, edhe prej asaj kohe, dëmon kemi shumë vizitorë, na vizitojnë thuja për çdo ditë, si kur vjen mërgata, si për fshatarët e Anasjeltas, e kështu që Kasolla është e lirë, mund të ta viziton çdo kush, nuk është e mbyllur, aja dëmon i ka këtë kushtet për me vizitu, edhe është gjithçka në rregull. Veç ushqimin ma mermendja me ble prej shtëpis, edhe me u nis drejt atje. Po, ushqimi, po i lomi do sene kështu, po me gjithë ato, taj përket ato çka përgatitin janë gjitha, dëmon si kuzhinë është, edhe pse është këtë naturale, Kasolla në shtëpi Drunit, dëmohon, po i ka me gjitha kuzhinës, ato çka përgatitën. Po, për mrena është dëmohon nxehtë, i ka stufat, por jashtë i ka këto fare tavelinat për verës, kështu që vizitor kemi gjithka, mujmi cek, për shembull si alpinistët e Kaçanikut, dëmohon me kretarin Enes Mjoku, malësorët e Smirës, edhe ata dëmonë si malësorë, vinë fshatarët besa, vinë e vizitojnë, kështu që fshatarët i falenderojnë nga zemra se edhe e ruajnë shumë me kujdes, dëmonë për çdo ditë kush vjen, dëmonë shumë do t'i kënaqur, kështu me radhë. Po, e sa e përmende për pjesën e fshatit, pikrisht prej Goshicës jemi direkt, du veç me i tregu shikuesve që gjithmonë munden përmes numrit tonë telefonit që kemi me dërgu edhe përgjigjet e tyre, sa i përket pyetjes që na sot e kemi se e kemi lidh me fshatin pak, me tregu pak cila është ajo tradit e fshatit ju i kudo ku jetoni, që kishit dasht mos me uzbe asnjëherë, edhe me mbet. Am tregon pak, zoti Mufaila, po, me qenë se jeni bashk, hajde mos ju ndoj, am tregon pak një tradit që ka vendi jot e që kishit dasht me rujt, mos me uzbe. Se ndoshta pak i kemi lënë, i kemi harru, jemi modernizu fatkeqësisht. Vendi jonë është vendi mirë, morit i kemi të mira, i kemi fshatarët janë shumë të mirë, e respektojnë këtë vend, dalin, shëtitën, e shumë me radhë. Kjo është i fshatit Gërmovës, fshati Gërmovë dhe fshati Kushicës jemi si familje, po kështu si na si fshat na dëmon kemi tradita të mira, dëmon është një fshat si rinia, si ashtu e qojnë shumë njëri me tjetrin mirë, dëmon zbashku bojnë takime, kalojnë, dëmon asnjë aksident kur nuk ka si fshat,
jemi minjës, edhe ashtu me fshatin Gërmov, përsërisht me këtë Mifailin, na jemi shok kështu si jemi rritës bashku, po edhe me bashkëtar të Gërmovës edhe përgjithësinë e rrethin, si Smira, se këtu na lidhen Smira, Gërmova, Vrbani, për rreth, jemi këtë si shok, si vllaznik, domthon është një traditë shumë e mirë, domthon që s'ka as probleme, as gjë, shumë mirë kalojmë. Vjen shumë mirë për këto. Edhe për fund, një thirrje ndoshta për gjithë, jo vetëm për në Goshicë, po në përgjithësinë në Kosovën tonë të bukur që çdo herë them kështu se na flan zemra në vendin tonë sigurisht, që kishit me bo për vizitat natyrë edhe sa ma shumë e promovu vendin tonë, e me bo gjese tila ba mirë se si që bën ti, sepse edhe në kohët e dimrit, në sinën e dimrit është pak problem për kafsht, për shpes me ushqy, e është një gjesë shumë omanë, zoti Sami. Po, unë ftesa ime është që ta dojmë natyrën, sa ma shumë ta vizitojmë natyrën, se natyra edhe është shëndet, edhe unë relax, edhe të gjitha të mirat për natyrës njeri i përfiton. Edhe kështu që dosh zoti që ta dojmë këtë vend, se vendi unë është shumë i bukur, veç do të me punu, mos me pritu, edhe gjithë shka do të arrijet. Pa tjetër, zoti Mifail, një mesazh për fund edhe nga ana jote? Ju faleminderit shumë për juve, që gjetët kom në thirr. Knaqësi. Edhe ju pres prap, e ndoshta takohemi pak edhe në vendin e juaj, në fshatin e juaj, na pritni ajo. Po. Me shumë dëshirë, Ardiana ju kësha prit me stafin e juve, që një shumë një staf i mrekullueshëm. Faleminderit. Edhe kështu nëse më premtoni që të veni, do ta bëjmë një drek kështu bio me një flinj e me këtë ato tjera që shkojnë, kështu që jeni mirë se ardhur. Shumë faleminderit prej teje, jo me bindun që gjithë e kanë dëshirë me vizituat vend edhe me u kënaqë në prezencën e juaj, se e boni një atmosferë shumë të mirë, e kom pa dhe vetë. Faleminderit shumë, ditën e mbarë. Faleminderit shumë, ju përshëndes të gjithëve stafin e juve, kalojë mirë, një ditë sa më të bukur. Edhe për fund, deshta të gjitha ata familjet e Reçakit ju shpreh ngushëllime nga ne, që Zoti inshallah ata dhimbjen ja lehtëson, edhe se gjoki ty në është liria jonë, që na sot dalme na për mole, shotitmi pa kufa frige, edhe është gjoki atë në dëshmorëve që na sot hecmi shlirshëm. Mesazh tamam i dur. Faleminderit shumë prej teje, paqet një ditë sa më të mbar. Faleminderit. Kemi bisedu kështu bashkë direkt me Goshicë.